çfarë ndodh nëse bota ndalon për 10 minuta? Imagjino për një moment. Ora ndalon, makinerit ndalojnë, automjetet nuk ecin më, telefonat nuk vibrojnë, askush nuk flet, askush nuk lëviz. Për 10 minuta bota ndalon. Në atë çast, nuk ka më nxitim, nuk ka më lista për t'u përmbushur, nuk ka më lajme, ankth, krahasime, rrjete sociale, përqindje baterie apo qindra mendime që të vërtiten në kokë. Ka vetëm ty dhe heshtjen. Çfarë do dëgjoje për herë të parë kur gjithçka tjetër hesht? Zemrën tënde, frymarrjen tënde, lodhjen që e ke shtypur për muaj të tërë, fjalët që nuk ja ke thënë vetes kurrë. Më fal, të dua. Je duke bërë më mirë nga sa mendon. Në ato 10 minuta, ti nuk je punëtori, nuk je studenti, nuk je fëmia i askujt, as partneri, as mik, as personi që duhet të arrijë gjithçka. Je vetëm një njeri që ekziston, që merr frymë, që nuk ka nevojë të jetë asgjë më shumë për të qenë i vlefshëm. Ndoshta në ato 10 minuta do kuptosh që ke harruar të ndalosh, që ke kaluar kaq shumë kohë duke luftuar, sa nuk e vërejtur që je ende gjallë, që të jesh mirë nuk kërkon gjithmonë më shumë, por ndonjëherë më pak, dhe kur bota nis të lëviz sërish, ti ngrihesh ndryshe, me më shumë vetëdije, me më pak peshë në zemër, me më shumë ndjeshmëri për jetën, sepse ti tashmë e di çfarë ka rëndësi, e ke dëgjuar në heshtje.